Peqini njihet si një nga zonat më të mëdha të vendit për kultivimin e ullirit, por këtë vit fermerët janë përballur me prodhim më të ulët. Temperaturat e larta dhe mungesa e rreshjeve gjatë stinës së verës kanë ndikuar ndjeshëm në rendimentin e ullirit, duke shqetësuar fermerët për të ardhmen e prodhimit. Rendimenti është goxha më i ulët nga viti që kaloi. Ndryshon edhe klima që ka ndryshuar, me fjalë siç po ndryshon nga viti në vit, temperaturat më të larta, rreshjet e shiut shumë më të pakta, hapësira ndikon shumë. Ndikon edhe për në vitin e ardhshëm. Për arsye se syrët e ullirit duhet të vazhdojnë të jenë gjithmonë në vegjetacion. Edhe pse rendimenti ka rënë, një prej fermerëve thotë se kultivimi i ullirit në këtë zonë është në rritje. Nga viti në vit shtohen sipërfaqet e mbjella dhe gjithnjë më shumë fermerë po i kthehen kësaj kulture. Është gjithmonë në rritje. Nga viti në vit vetëm se shtohen përqindja tokave mbjell. Varietetet e ullirit janë shumë. Por në zonën tonë, që përdoret me fjalë tepër, janë 4-5 varietet. Kjo është frantoj, i cila është me fjalë si për të rregjur, edhe për vajin e ullirit. Kemi koronekun, kjo është shumë i kërkuar në zonën tonë. Pastaj kemi ullirin tonë me fjalë bizanin, që është mbreti i ullirit, për cilësinë e vajit e për të gjitha me radhë. Një tjetër problem që po përballet bujqësia në këtë zonë është mungesa e fuqisë punëtore, pasi të rinjt zgjedhin të emigrojnë. Pjesën e punëtorëve vjen shumë dobët. Për arsye se rinia, ma që po vjen, po largohet. Kam punuar 20 vjet në Itali. Tani jam kryer nga Italia, edhe pse disponoj dokumentat të përhershme në tjerë, nuk është jeta me ikë jashtë shtetit e atje gjen paraj. Çdo vend që të shkosh, po të duash mundësinë dhe punën e ke. Edhe këtu është për një të gjë. Ne këtu vujmë për mungesën e punëtorëve, nuk vinë. Vitin e kaluar Shqipëria eksportoi rreth 20.000 ton vaj ulliri, por për shkak të thatësirës dhe kushteve të vështira të motit, fermerët e Peqinit thonë se këtë vit prodhimi pritet të jetë dukshëm më i ulët.